Cili është misioni juaj, profesor? Shiko djalosh, unë mendoj që shoqëria shqiptare është një shoqëri traumatike pikërisht për shkak të medias. Si mendon ti për shembull? Sepse media në të vërtetë po e keq përdor audiencën e saj, sepse dhe media vet është e keq përdorur nga politikanët e saj, nga ata politikanë të cilët e kanë shfrytzuar median për të manipuluar njerëzit, popullin dhe shtresat e ulta në përgjithësi, ata që nuk kanë punë, dhe duke qenë se në Shqipëri nuk ka punë kërkush, natyrisht që ku do të shkosh, do t'i referohesh medias. Dhe në media pastaj vinë programe të tilla, eksperimente sociale të cilat mbajnë të lidhur audiencën dhe të pranojnë manipulimin.